e vërteta që të rëndit, por të shliron. Nuk mundesh me shëru askan që nuk don me shëru veten. Nuk mundesh me transformu askan që nuk e don transformimin për veten e vet. Sa do ta dush dikan, sa do të përpiqesh, sa lot derdhesh, nuk mund të t'ja dush dikujt transformimin ma shumë se ai për veten e vet. Dhe e di se më ka dhimbtë edhe mu, është e rënë me i pa njerëzit e zemrës, njerëzit që i don tu luftu me plagët e veta, po nuk i shëron ti të dosh me animu ose me nxjerr nga aty nëse ai nuk don. Dashuria e vërtet nuk është shpëtim. Dashuria e vërtet është hapësira që krijon për ta, me i dëgju pa gjykim, kur i prek shpirtin me fjalë të buta, kur beson në forcën e tyre, edhe kur ata nuk e shohin. Ndihma më e madhe që mundesh mi dhon dikujt është që ndrosh pranë, po ti zgjidhësh plagët. Ti jep dashuri, ata japin vendimin, dhe vetëm atëherë fillon shërimi i vërtet.